Ne jetojmë në një komunitet shqiptar shumë të madh, këtu është i hershëm, por edhe brezat të rinj vinë vazhdimisht, edhe mendoj se pashkët nga sa kam lexuar kanë influencë jo vetëm në feja katolike, po kanë dhe të tjerët, edhe kanë fjalën tek falja, tek pendesa, si janë këto, si element në periudhën e pashkëve, a i shërbejnë shoqërisë dhe si mund ndodhin në praktikë? Janë elementet domosdoshme. Me realizu, pra me panë vetë mungesa që ke edhe me i hek ata. E dyta, ty që fillën me falë tjetërin, a i bile Krishti shkon deri sa na duket e pa mujton, me gjithë sa është e mujton, potencialisht në enët mujton, kur thot, du një armi qëtuj, lut një për ata që ju ka një natë. Kjo thot se njeni të bjen, njeni shput, njeni sfaq e këtheja tjetërin. Kjo se vjen dikush me ta vjell tabarën e malotin, si thojnë malëzorët me vjell, në pjallë gjaketin. Ju e një krypa a botë, zba mu prish krypa, prishet bota. Ju e një drita a botës, nuk, më se fut një dritën në tavolinë, po ven një nëllë që me po ata njerëzit, pra kur t'i ba një veprat e mira, për njerëzit banin syt njerëzvet, që ata t'i napin lavë zotit qilë. Kam po ata i diti eksperiencë, ma laj shoki jemi, këtë trokën, nuk ka trokë, po si është SUV e malë që ka ba Tesla, alina është gjamat bukur në botë s'kishte se me nisat soj makinen. Aditane, e kam thanë faliminert Zotit që e ke dhanë një njëri, ja ke dhanë botë që këtë njëri, për me e ba jetën tonë perfekte. Me shku makina vetë, e futa tak në të krujzin e të rënë, edhe unë nalte, shikjo të ana, shmajta, s'kur shkishte makinat e tak, neste sinjalet vete të ana, me speed limit, të vetëm rri. Njëherë fola me këtë shokun pak aty, manezja dritën, bari, tik mi fjallejve në menën të gjami, me të rrë, që me kanë ty folë, gjamat bukur. I këj person ka pas atë inteligencë, sa ka pas satelitin, e prej satelitit ti dritën tana makinat këto, po ba mu me kanë tanë makinat e botës, njështu, bjen aksidentet gadin zero, se s'munët me ba aksident, sa e nalit vetë. Nuk, me shmarë dikush me qëllim, e hek për i krushtit e shkoni i bjen me qëllim. Do ngret pa punë, Gjozef dhe Dhuku e pasaj. Po e kam fjallin, jam që i thanën, a i ka ba veprat e mira për para njerëzve të unë i naplavë Zotit. Po. Thote bebzorë, pa pas dhe i dati nëj baba i nuses vlajtem, thote për nanën e vetë, duke se nana vetë, në atë kohë ka parë dhe letriku në Shkodër. Mi për të i ka një fje familje elit aty në Shkodër, kanë mu pas mundësi me vu letrikun. Sa kanë vujt me bishtuk, adine me qira vënë e banë tana. Edhe thote bepi, sa herë ka nëzë dritën, ka thanë, ja bekovë Zoti shpirtin një ati njëri që ka ba letrikun. Po ka falenderu Zotin. Pra, me një hosë për ato zhvillime. Sa është ata. Pra, ne është një ata që e ja fillu me qysh për fillimit, një ata potenca, një ata mundësi që na i kalon Zoti, mi i vun akt për të mirën e njerëzvet, atë automatikisht është e mira jote, atë ty kanë e mira jame, ka mi dhanë lavë Zotit, ka me kanë lidhja njerëzvet me Zotin ma male, atë ka me batë reakcionin, drita, atë si bajnë ata dy polit që në dritën, ka me dhanë jetën, ka me dhanë paqen, ka me dhanë të mirën. Nuk e napin këta polit kur bashkosh me Kalmarksin, nuk napin ata, se s'ka në elektrik ata. Ata s'ka në elektrik. Kurse elektrikun e ka njëri vetë. Se s'du me hinë politik, por globalizmi është tendencë naturale. Po globalizmi, për mendimin tem, pra bashkimi, bëhet reakcionar kur dënë me e ba me zori. Aja domatja që i batë në serë, a nërishë me domatën që është në dilë të tana. Aja përëm domata është e hanë e bandi qa, por në se ka atë. Le një gjanat, unë habite me botën, me këta politikanë, pëse dojnë mi shpejtu gjanat? Lënë më të shkojnë vetë në nërë naturale. Lënë më natural, vjen vedit atje, vjen vetë, që si ka arë nevoja mu bashku Europa. Më në ty shku në kufi e ta, na e këma të kufi, pëse bu i vem vedit kufi, këtë.
Vjen vetë në mënyrë natyrale. Mi po këta dojnë me shpejtu. Dojnë me martu i vajzë 15 vjeç. Po lënë më kur të bati 20, 21, 22, vetë natyra ka me thirë mu banan. Se po banë me zori ti. Se po banë me zori. Ose djalin me babab. Unë kam pa, se mu më të konë shpesh, kur nëllin shidasine, që ka shumë i djelë të rije tanët që i martone, kanë probleme në martes, se s'kanë kënë gati mu martu. Kanë pas moshën, për s'kanë kënë gati. Janë shpejtu, nuk kanë prit kohën që vjen. Fiku pjeket kur vjen koha fikut, mos rritojës but kote të i frynë të i baqa. Dhe bati shishë, lenin kohë. Unë ngutë njerëzit, nuk hapitem ka herë me këta dojnë me ngutë botë, dojnë me vetëm me ngutë, to ngutë, vetëm janë të oba me vujtë, se kur gjatë tjetër. Do më predisisht familje kishtë shumë palit këtë vit në krahasim me vitin që kaloi? Faleminderit Zotit, ka na e pjesë marrës për menimin tema, nuk ka një rritje të madhe, po ka ma interesim, pa ka shumë njata numra, shkon ka i fje ma interesim. Për shembull sot këtë vjetë, që zakonisht ne i thojmë është një program RCIA, për ata që dojnë mu ba katolik, pra që kanë kënë fenë atjera, po ka dhe do katolik që e kanë neglizhu fenë për shumë kohë, ne dojnë me marë sakamentin e gerizmimit, ose me marë kungimin e para, me rrallë, pra mu përfshi njetën e kishës, pa më si se kanë kënë katolik, janë pak zoom, po mu përfshi edhe fizikin. Zakonisht këna pas 9 vet, 8 vet, 7 vet, 10 vet, këna 36, 37 këtë vjetë. Shumë pozitive. 36, 37? Po, që janë t'ju e nështë edhe ma shumë ka me basë edhe motra Katrina, shtu i ba disa katekizem perfekt, drejt për drejt, me da sa persona që s'din Luigi Perkaj, ka tjetër, unë i kam disa tjerë, Dom Giovanni, aty u marrë mi fjallë, po merrën edhe tanë bashkë. Bile ideal vjen prej Kanadajit, aty që janë një ideal prej Kosovët, me gjithë shoqë me marrë klasat për gjithë të shtune. Ma sa ka kënë. E kam fjallin këtë drejtim, sa ka menit janë rritë, kisha me thanë, ashtë normale. Në malësort kanë pas i shprehje, edhe të kanë thanë, për një shto, ma e zëtë, për ma mirë banë e zëtë. Adin se me thanë, Zotin e ka një mu me e majtë, aty ku ashtë, a kena mundësi më e shtu, ma shumë kena mundësi, por e shofim këtë rritje të kisha zojës. Të kisha zojës ka e rritje mërkullushme. Ashtë një angazhim, adin, me shtari i ri, nuk ka probleme, por bjen frymë të rej, bjen kërkesa të reja, dëshira të reja, ka ardhe domdino se ka një mund në këtë drejtim. Domno ka një mund kur ka ik dëm preka. A një moment që a mirë me në rrugë. Ashtë një moment që a mi marrë dhe frymë e rejni. Ka kisha zojës, ka përparim shumë të mirë. Si janë programet kishtare me të rinjtë? Janë mërkullueshme, ma beso mua, për mu ka kanë ma mirë se tana herët që ka kanë për para. Ka kanë tana herët. Do thanë, kisha me të vërtet me falenderu Dom Kastriotin, që ka parë prej Kosovët, ka kriju një bërtham të rinis me ata ritritat, me ata tërhekjet shpirtnore, që u ba tradit këto të kisha, unë e po vazhdo në Dom Giovanni, me ata grupet e Dom Dinoja, me grupin tjetër, aty jashtë zakonisht shumë mirë. Ma mirë se asjerë që ka një herë, aty funksionu ta grupet rinore. Dhe aktivitetet tjera që janë që bënë shoqata adje të fishta e të tjera? Po, Nice of Colombo se bajnë shumë, car show, adhe bajnë tjera për kërën ata që kena tornamentin e futbolit, por për shumë këtu të kisha jona, të kisha zojës, për gjdo të ejte, ka kanë prej 7 e gjys dhe 8 e gjys, adhurimi shek një ushmit sakrament për i rinis. Dom Giovanni, adin i rinafer i drejton, ashtë shumë bukë. Dhe më thanë, mu kasu me vite tjera, ka kanë mirë, ashtë ju ba shumë mirë. Ju lomët, falemderit shumë për gjithë informacionin solot.
Kemi diçka tjetër, nëse kemi në një mund të thoni, ose për ndryshe mund të bëni një komunikim me komunitetin shqiptar, këtu katolik, për të ftuar për Pashkët, pasi urimin ne do t'ja marrim ma ditë që do të keni ceremoninë e Pashkëve. Herë në radhë parë, Zoti Vila të falenderoj me gjithë zemër që nëpërmjet televizorit tuaj mban mundësi për me shku në çdo shtëpi edhe nëpërmjet bashkëbisedimit më dha mundësi me shku me fol një farë me zemrën aty në personave që më kanë një, e aty në që s'kan mujt me pas mundësi për me e pa këtë program. I lutem Zotit për ata, për tanë e katolikët, për tanë anëtarët e familjes tonë, të dyjave të kishë Zojës edhe të kishë Shënpalit, që këta 40 ditë të kreshmeve t'jenë një moment pastrimit, të vedijes, për kurrim për para dashnisë Zotit, për para dashnisë për njëri tjetrin, për me pas kurrajë në vullnetin e mirë, për me ndryshu nëpërmjet hireve të kësaj kohe të shenjtë të kreshmeve, që një ditë tanë zbashkët me një falënderim për para Zotit, për para kishës, për para njëri tjetrit, mu transformu, me fillu një jetë të re, si bitë e bijat e Zotit, edhe mu ba një, kur të vinë festa e rrshajvet, ardhja e shpirtit shenjt, edhe të vazhdojmë ashtu si komunitet kristian e katolik, po edhe si komunitet shqiptar, për e mecë në rrugën e të adaptimit, si bitë e bijat e Zotit, si vllaznet e motrat e Krishtit. Dhe për Krishtin Zotin ton. Amen. Amen. Faleminderit shumë. Trujt Zoti, jetë Shumë faleminderit, isha i privilegjuar që u kisha si gjithmonë këtu, ke qenë ekselent, ke sjell shumë informacione me vlerë për komunitetin shqiptar, edhe Zoti të dhënë shëndet e pushtet si i themi ne, dhe të shikojmë përsëri në ceremonitë që do të organizoni me rastin e Pashkëve në kishën e Shëmpalit. Trujt Zoti jetë bekoft edhe ju punën tuaj të mrekullueshme. Ma besohem u bani një punë të mrekullueshme, faleminderes për kishën që i nepni tanta mundësi për me ba tanë sakrificat që bani, që me shku edhe puna e jonë për të mirën e njerëzve e për lavd Zotit të qiell. Faleminderit. Trujt Zoti, bekoft. Shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, e falenderoj edhe emrin tuaj Dom Fet Kalajn, dhe shikojmë përsëri në emisione të gëzueshme për ne shqiptarët. Mirupafshim.